Festim Beqdili është drejtuar sërish gjykatës së lartë me rekurs ku kërkon të prishet vendimi i apelit të posaçëm i datës 25 korrik 2025 për dënimin e tij me burg për jetë në lidhje me rrëmbimin edhe zhdukjen e Erjan Prengës. Ilir Panta është saktuar relatori çështjes nga shorti elektronik që është hedhur në shkallën e 3 të gjyqësorit, i cili pritet të caktojë datën e shqyrtimit të rekursit. Festim Beqdili u shpall fajtori për kryen e veprave penale, rrëmbimi ose mbajtja penge personit kur është shkaktuar vdekja në bashkëpunim në formën e veçantë të grupit të strukturuar kriminal, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, fshehje ose asgjësim i kufomës në bashkëpunim me grup të strukturuar kriminal. Jan Prenga u rrëmbye në zonën e Kamzës dhe më pas u dërgua në një resort në Shija, ku edhe u pa për herë të fundit. Sipas hetimeve, ai u mbajt peng dhe u torturua, ndërsa trupi i tij nuk është gjendur ende. Prokuroria ka provuar se rrëmbimi i Jan Prengës ishte porositur si akt hakmarrje për një sasi droge të humbur në Angli, ku përfshihej vullai viktimës Ndrek Prenga. Në këtë ngjarje dyshohet të jetë i përfshirë edhe Dritan Rexhepi, i njohur si një emër i botës së krimit, që ka porositur rrëmbimin nga Ekuadori, ku ndodhej në atë kohë. Beqdili ishte kopshtari i resortit ku Jan Prenga u mbajt preng dhe u torturua, ndërsa Olsi Turja, kamarieri i lokalit, u dënua me 3 vite burg për veprën penale mos kallëzim krimi.